Mirë se vini në kanalin e trajnimeve Milingona. Në këtë video do të mësoni se si të ktheni në kontroll llogarinë tuaj në Facebook nëse keni harruar fjalkalimin apo keni humbur numrin e celularit me të cilin jeni regjistruar aty. Për të bërë këtë, hapni facebook.com dhe klikoni mbi linkun "Ke harruar llogarinë". Shënoni email adresën apo numrin e celularit me të cilin jeni regjistruar në Facebook dhe klikoni mbi Kërko. Zgjidhni mënyrën e pranimit të kodit për të rivendosur fjalkalimin e ri në llogarinë tuaj. Keni mundësi të zgjedhni që këtë kod ta pranoni në email adresën tuaj apo në numrin e celularit me SMS dhe të vazhdoni duke klikuar mbi këtë buton. Mirë po, nëse nuk I keni këto të dyja, pra as email adresën dhe as numrin e celularit, klikoni mbi këtë link. Shënoni një email adresë apo të numër celularit që tani e keni në posedim, e konfirmoni këtë në rubrikën poshtë saj dhe shtypni mbi butonin vazhdo. Tani duhet të kontaktoni personat që I keni shënuar në Facebook si kontakte të besueshëm. Nëse keni harruar se cilët kontakte I keni të regjistruar si të besueshëm, klikoni mbi këtë buton, me çrast Facebook u kërkon të shënoni emrin e njërit prej tyre e më pas u hapet lista me persona të besueshëm të cilët duhet I kontaktoni. U kërkoni personave të besueshëm të vizitojnë adresën facebook.com/recover dhe t'u tregojnë kodet që ata do të pranojnë nga Facebooku. Në anën tjetër, kontaktet tuaja të besueshëm duhet të hapin Facebookun me llogaritë e tyre nga një shfletues webi dhe të shkruajnë këtë adresë në shëritën e adresës. Me çast, ata do të shohin mesazhin që I njofton që ju keni kërkuar ndihmën e tyre në lidhje me llogarinë tuaj në Facebook. Ata duhet të klikojnë në butonin vazhdo. Me çast, Facebook sigurohet përmes këtij mesazhi që ju keni folur me këtë kontakt dhe keni kërkuar ndihmën e tij. Nëse është kështu, ai duhet të zgjedh opsionin e parë nga lart dhe të shtyp butonin vazhdo. Me këtë rast, tek ai do të paraqitet numri të cilin duhet t'ua komunikoj juve përmes telefonit apo në ndonjë mënyrë tjetër të sigurt. Dhe me kaq përfundon procesi I dhënies së kodit të verifikimit nga kontaktet e besueshëm për rikthimin e llogarisë. Këto kode ju I shënoni në këto 3 rubrika dhe vazhdoni duke klikuar mbi butonin vazhdo. Pas kësaj u hapet rubrika për vendosjen e fjalkalimit të ri për llogarinë tuaj në Facebook. Një mënyrë tjetër e kthimit të kontrollit mbi llogarinë tuaj në Facebook është përmes ndihmës së një llogarie tjetër. Pasi jemi të kyçur në Facebook përmes llogarisë së një miku për shembull, kërkojmë llogarinë tonë përmes emrit dhe mbiemrit dhe e hapim atë. Kalojmë tek faqja rreth apo about nëse e keni në anglisht dhe kopjojmë këtë kod në shëritën e adresës. Kalojmë tek shfletuesi tjetër ku kemi hapur adresën facebook.com dhe e pasojmë atë në rubrikën e llogarisë. Por nuk shënojmë ndonjë fjalkalim, pasi edhe nuk e dim fjalkalimin. Dhe klikojmë mbi butonin për kyçje. Tani klikojmë mbi këtë link, ku na kërkohet të fusim email adresën apo numrin e celularit me të cilin jemi regjistruar. Kjo u nevojitet atyre për të na dërguar kodin për kthimin e kontrollit mbi llogarinë tonë. Ne këtu e shënojmë email adresën me të cilin jemi regjistruar dhe klikojmë mbi butonin search. Pas kësaj, Facebook na tregon që na ka dërguar një kod 6 shifror në email adresën që e shënuam më herët. E hapim adresën e postës elektronike, e kopjojmë këtë kod dhe e pasojmë atë në këtë rubrikë në faqen e Facebookut dhe klikojmë mbi butonin continue. Më në fund na mundsohet të shënojmë një fjalkalim të ri për llogarinë tonë në Facebook. Me kaq përfundon procedura e kthimit të kontrollit mbi llogarinë tonë në Facebook me ndihmën e llogarisë së dikujt tjetër. Kështu ne arritëm në fund të këtij video trajnimi. Me çast uftoj të regjistroheni në kanalin tonë në YouTube apo në Gjirafa Video. Po ashtu uftoj të na ndiqni në TikTok, ku mund të gjeni video trajnimet tona në versionin e shkurtuar. Deri në postimin e radhës, urojmë gjithë të mirat.